Hoxhi nderuar, më është thënë se më është hedhur zhiv mërkur në ushqim disa herë. Dhe unë me të vërtet kam qenë shumë keq disa herë me shëndet gati duke vdekur. Dua ta di nga ana fetare, a konsiderohet kjo magji apo helmim real? Dhe si duhet veproj sakt sipas fesë, a mjafton rukja apo është detyrim dhe trajtimi mjekësor? Dhe si mund të mbrohet një besimtar nga raste të tilla? Pra kemi një pyetje me 4 pyetje mrena. E para, si e ke marrë vesh ti që të kanë hedhë zhiv ose mërkur? A ke bo analizat? Mas ngjarjes dhe të kanë dalë analizat me zhiv me mërkur? Apo të ka thonë një nga këto sharlatanët, mashtrusat, se këto për të vjel popullin, se pak është vjel këj populli, për kanë dalë dhe këto tani, të morin kusura që kanë ngellë në përgjepa, këta çfarë nuk shpikin, të kanë hedhë thot zhiv në ushqime, kupton ti ku shkon fantazia e sharlatanit? Dhe thot kjo është shkreta, ose ai ky shkreti që ka po pyetjen, dhe me të vërtetë kanë qenë disa herë smur gati e vdekur, po bëj analizat. Pastaj robi mund smunet, mund të ketë një virus, mund të ketë një problem tjetër. Unë as nuk e pohoj dot, as nuk e mohoj dot ngjarjen. Po unë do ta di si e ka kuptuar, kush i tha. A mjafton rukja apo është detyrim të bëj dhe trajtim mjekësor, urgjentisht dhe mjekësor? Nëse ka hongër mërkur, duhet bë trajtim mjekësor. Por rukja nëse është bë me niyetin e magjisë, por rukja nuk bëdom edhe po që e bë me niyetin e helmimit, Kurani mirë të bën, ama duhet trajtuar mjekësisht. Klinikisht pra, spital. Si mbrohet besimtari në raste të tilla? Ndalohet personi, nuk lehet njeriu mu fut në shtëpi. Vërtetohet, veti kamera aty, shifet duke hedhë ai atë zhiven apo mërkurin, edhe ndalohet ky njeri dhe denoncohet. Dhe kjo është më e rëndësishme se të gjitha. Nëse ti e di se kush e ka bërë këtë punë, denoncim. Nëse del rren, e ha ti edhe ai që të ka thonë. Se dikush duhet ta paguaj çmimin e kësaj gjës. Ndoshta ky sharlatani që të ka marrë lekët e të ka rrejt, është ai ideusi i kësaj gjëje, edhe futet sharlatanin në burg, e në bime hat gjithë, dhe të vazhdoj me zhiv ke burgu, të tregoj aty në të burgosërve për zhivën, se e rregullojnë ata, e bëjnë ata mashallah nuse, e bëjnë nuse.